Duket se koha nuk ka ndikim mbi këto yje të serialeve turke, ndërsa bashkëmoshatarët e tyre plaken. Ato vetëm sa bëhen edhe më të bukura. Por cili është sekreti i tyre? Një llotari gjenetike apo magjia e mjekësisë moderne? Nebahat Shehre, e paimitueshme, ze vendin e parë. Ajo është 82 vjeç, por është absolutisht e pamundur të besohet, krahasuar me gratë e zakonshme të moshës së saj, sepse ndryshimi është kolosal. Ajo duket të paktën disa dekada më e re. Bashkëmoshataret e saj, sigurisht një pamje kaq luksoze dhe lëkure tonifikuar, janë për shkak të më shumë se sa thjesht gjenetikës, së mirë dhe ushqerjes së duhur. Fytyra e saj e konturuar në mënyrë të përsosur dhe mungesa e rrudhave të thella janë rezultati i operacioneve të shumta plastike. Në vendin e dytë është e famshmja Ajda Pekkan. Në të 80-tat kjo grua vazhdon të maknis audiencën me figurën e saj të përsosur dhe lëkurën e lëmuar. Krahasuar me bashkëmoshataret e saj, ajo duket si një aliene nga një galaktik tjetër, pasi shoqjet e saj janë duke u kujdesur për stërniprit e tyre për një kohë të gjatë, ndërsa ajo shkëlqen në skenë. Megjithatë, sekreti i rinisë së saj të jashtëzakonshme tek vizitat e panumërta tek kirurgët plastik. Vendi i tretë i shkon elegante Zerin Tekindor. Ajo tani është 61 vjeç. Megjithatë, në ekran, ajo nxjerr një freski krejtësisht të pazakont nga bashkëmoshataret e saj. Ndërsa shumë gra të moshës së saj pranojnë shenjat e plakjes, Zerin vazhdon të luajë e femrës fatale. Sigurisht, ruajtja e një pamje kaq rinore pa ndërhyrje mjekësore është e pamundur. Mollzat e saj të skalitura dhe shikimi i freskët janë rezultati i liftingjeve dhe mbushjeve të rregullta të fytyrës, të aplikuara nga kirurgët plastik. Vendi i katërt i shkon madhështores Defne Samjeli në moshën e 53 vjeç. Ajo ka një figurë dhe fytyrë aq të skalitur, saqë edhe pranë vajzave të saj duket si motra e tyre e madhe. Gratë e zakonshme në këtë moshë tashmë përjetojnë plakje të dukshme. Por për Defne duket se ka ndaluar. Sigurisht kjo mrekulli nuk është vetëm rezultat e stërvitje të lodhshme, për masat e saj perfekte dhe mungesa absolute e rrudhave, janë rezultati drejt për drejt i operacioneve të shumta plastike. Vendi i pestë i takon me të drejtë Nurgul Yesilçai, duke mbushur të 40-tat ose më saktë të 50-tat. Ajo mbetet një nga gratë më të dëshiruara në televizionin turk. Ndryshe nga bashkëmoshatarët e saj, shpesh që duken të lodhura, ndërsa Nurgul rrezaton rini dhe energji, por ta pranojmë, një lëkurë kaq e lëmuar në mënyrë perfekte dhe linja të përcaktuara. Pikërisht në këtë moshë nuk janë thjesht natyrale. Aktoria ka investuar qartë tek kirurgu plastik për të ruajtur fytyrën e saj të përsosur. Vendin e 6 në listën tonë i shkon Mina Tygaj me flokë të kuqe. Ajo është 47 vjeçe, por vizualisht ajo i bën lehtësisht konkurrencë 30 vjeçareve. Krahasuar me bashkëmoshataret e saj, kontrasti është tepër i fortë. Ndërsa fansat e admirojnë për gjenet e saj, sekreti qëndron në duart e afta të kirurgëve plastik. Procedurat e rregullta kozmetike, lifting dhe injeksione ndihmojnë Minen të ruajë këtë imazh fantastik të një gruaje që është plotësisht e paprekur nga shkatrimet e kohës. Ndërsa vendi i 7 i shkon Mahnitses Sheval Sam, aktoria është 52 vjeçe. Megjithatë, ajo shfaq të njëjtin guxim dhe bukuri si në rininë e saj. Gratë e gjeneratës së saj preferojnë një stil më të relaksuar dhe i pranojnë rrudhat, por Sheval refuzon të plaket. Fytyra e saj e tonifikuar dhe qafa e përsosur i japin merit specialistëve shumë të kualifikuar të kirurgjisë plastike për të dukur e përsosur para kamerës çdo ditë dhe për të fshirë vitet nga fytyra e saj. Vendi i 8 i shkon simpatikes Burçin Terzioglu në moshën 46 vjeçe. Ajo duket aq e freskët sa shikuesit pyesin vazhdimisht për moshën e saj të vërtetë. Krahasuar me gratë e zakonshme 40 vjeçare, ajo duket si një studente sapo diplomuar. Sigurisht, mrekullit nuk ndodhin dhe një ndryshim kaq i habitshëm nga bashkëmoshataret e saj nuk arrihet vetëm nëpërmjet kremrave. Është rezultati i punës së kujdesshme dhe të rregullt të kirurgëve plastik.
Vendi nënt i shkoi bukuroshes Xhansu Dere, ajo është 45 vjeçe. Dhe vjet e re se tiparet e saj mbeten po aq të përsosura sa ishin 2 dekada më parë. Shumica e bashkëmoshatarëve të saj nuk mund të mburren me një nofull kaq të rafinuar dhe një vështrim rrezatues. Megjithatë, pas kësaj bukurie kristalore, fshihet më shumë se sa thjesht një dietë e rrept. Pamja perfekte e Xhansu është rezultati i kirurgjisë plastike të kujdesshme dhe të kushtueshme. Kirurgët heqin me kujdes çdo shenjë plakeje, duke i lejuar asaj të duket gjithmonë dekada më e re. Ndërsa vendi i 10 i përket karizmatikes Gökçe Bahadir, ajo është 44 vjeçe. Por energjia dhe pamja e saj të bën të arrosh numrat në pasaportën e saj. Ndërsa shumë nga bashkëmoshatarët e saj luftojnë me humbjen e tonit të lëkurës, Gökçe shfaq një fytyrë të konturuar në mënyrë të përsosur. Por mos u mashtroni nga grimi natyral. Pas kësaj bukurie fshihet kirurgjia serioze plastike. Injeksionet, konturimi dhe lifting kirurgjikal janë kontribuesit e vërtet të rinisë së saj të përjetshme dhe ndryshimit të habitshëm nga gratë e zakonshme të moshës së saj. Vendi 11 mbahet me besim nga bukuroshja Tuba Bujkustyn. Aktoria është 43 vjeçe, por fytyra e saj është krejtësisht e paprekur nga koha, gratë e zakonshme në mënyrë të pashmangshme. Zhvillojnë rrudha të thella në shprehje deri në këtë moshë, por Tuba thjesht nuk i ka ato. Lëkura e saj është shkëlqyeshme dhe e lëmuar. Mollzat e spikatura janë rezultati i punës së kirurgëve më të mirë plastik të Turqisë. Procedurat dhe operacionet e rregullta i lejojnë asaj të ruajë pamjen e saj si kukull, fal të cilave ajo vazhdon të magjeps zemrat e miliona shikuesve pa u plakur asnjë ditë. Vendi 12 në rendin ton i shkon Beren Sat, në moshën 42 vjeçe. Ajo ruan të njëjtin spontanitet rinor si në fillim të karrierës së saj, të gjesh një grua midis njerëzve të zakonshëm, që duket po aq e re në moshën e saj, është praktikisht e pamundur. Por sekreti i imazhit të saj prekës qëndron në vizitat e saj të vazhdueshme. Në klinikat e kirurgjisë plastike, lifting i kujdesshëm i fytyrës, korrigjimet e qepallave dhe injeksionet e bukurisë bëjnë punën e tyre. Duke fshirë kështu të gjitha shenjat e lodhjes dhe duke i lejuar aktores të dallohet nga bashkëmoshatarët e saj. Fakhriye Evcen, ajo është 39 vjeçe, nën e 2 djemve, por duket si një vajzë e re. Ndërsa gratë e zakonshme përjetojnë ndryshime të rëndësishme në pamjen e tyre, deri në moshën 40 vjeç, fytyra e Fakhrijes vetëm bëhet më e përsosur. Sigurisht, gjenet nuk janë faktori vetëm pas këtyre metamorfazave. Ajo ka kërkuar vazhdimisht shërbimet e kirurgëve plastik për të korrigjuar tiparet e fytyrës dhe për të ndaluar kohën. Është bisturia e kirurgut dhe teknologjia moderne që i japin asaj këtë efekt të pabesueshëm, freskie dhe rinie.